Ja, tashmë e ndje, ndonë se ishte zhdukur me 27 nëntor dhe policia po e kërkonte tashmë më shumë se një javë. Ne kishim shpresa se do të gjendet, por fatkeqësisht ajo është gjetur mbrëm e vrarë, jo vetëm në Vanja, në Shkup, po është gjetur i vrarë edhe një person më i moshuar, një 74 vjeçar në Veles. E kush ishte ky 74 vjeçari? Do me thonë, çfarë ishte pozita e tij dhe pse u gjet edhe ai i vrarë? A ka ndonjë informacione se kanë ndërlidhshmëri me njëri tjetrin? Edhe një tjetër gjë desha ta potencoj se ende ne nuk kemi informacione nga dëshmi, ende nuk ka dëshmi materiale dhe ende nuk është bërë obduksioni i trupave. Gjithçka që është thënë sot, që sot pas shumë reagimeve në opinion për shkak të situatës e cila është shumë e ndjeshme, sot doli ministri i punëve të brendshme Oliver Spasovski bashkë me prokurorin Bubevski për të dhënë sadopak detaje, ndoshta edhe për të qetësuar pak qytetarët, të cilët po them se reaguan shumë që nuk ishte menjëherë një konferencë të jashtëzakonshme nga institucionet kompetente. Sot dolën në mëngjes me një pres konferencë 1 orë e gjysmë, po në fakt gjithçka që u tha në këtë konferencë për media janë informacione që i kanë dhënë persona që tashmë janë në paraburgim, pra janë dalur në paraburgim për 48 orë. Bëhet fjalë për 3 persona, pra po e përsëris këtë se nuk ka ndonjë detaj zyrtar, nuk ka ende diçka zyrtare dhe nuk dihet se si ka rrjedhur ngjarja, nuk ka dëshmi materiale, nuk ka asgjë. Gjithçka që është thënë sot në konferencë për media nga ministri dhe nga prokurori janë vetëm fjalë që i kanë thënë personat e dyshuar në këto 2 vrasje. Vrasjet nuk kanë në fakt lidhshmëri njëra me tjetrën. E mitura 14 vjeçaria Vanja është kidnapuar nga një grup, nuk e di më nëse është i organizuar, nga një grup për zhvatje parash nga nëna e saj. Fatkeqësia më e madhe në këtë situatë, ajo që më shumë na shqetëson në fakt, është se është i përzier edhe jati i Vanjës. Është përmendur pra Almedina dhe përfshirja e babuajit të 14 vjeçarës. Çfarë saktësisht po pretendohet të jetë i përfshirë edhe babai të ndjerës tashmë? Siç thash, 5 persona dyshohet që e kanë kryer kidnapimin e vajzës dhe vrasjen e saj, pra dhe 74 vjeçarit, për cilin në fakt thuhet se kishin mosmarrveshje mes vete, pra po flas për 74 vjeçarit, ndërsa Vanja është kidnapuar me tendencë që të zhvaten para nga nëna e saj. 3 të dyshuarit janë tash edhe njëherë në paraburgim, 1 është në Arati, ndërsa i dyshuari i 5 është babai i saj. Si duket, ai është përzier pra me qëllimin që të zhvatin para nga nëna e Vanjës. Babai i saj njëjtë është në polici, po mbahet aty, po intervistohet dhe siç tha ministri, ai nuk e ka pranuar fajin, pra nuk ka pranuar se është i përzier, ndërsa të dyshuarit e tjerë kanë thënë se babai i Vanjës u ka dhënë informacione në sa ora Vanja del nga shtëpia, ku është dhe a është vetëm. Me thënë, këtu kanë gjetur hapësirë personat e tjerë për ta kidnapuar Vanjën, të cilën e kanë gjetur te banesa, pra te banesa ku jeton ajo, e kanë kapur dhe sipas informacioneve të para, ajo është vrarë 3 orë pasi është kidnapuar. Me një thes është futur në makinë dhe pas 3 orëve është vrarë. Trupi i saj është gjetur në Shkopra diku një javë pasi është kidnapuar. E qartë, po nëna e Vanjës, a ka dhënë ndonjë deklaratë për media? Jo, ende nuk kemi ndonjë informacion nga nëna e saj, ajo sigurisht është deklaruar në polici, por jo edhe para mediave, gjithçka që dihet pak më zyrtarisht, sepse nuk guxojmë të shpekulojmë në kështu situata, sepse me të vërtetë është shumë senzitive, gjithçka që dihet pra janë vetëm deklarata që i kanë dhënë ministri edhe prokurori, edhe atë, po e ripërsëris se janë mbi dëshmit që i kanë dhënë personat e dyshuar. E qartë. Almedina, atëherë të falenderoj shumë për goditje të drejtë informacionet të fundit të cilat i ndave me ne mbi këto 2 raste. Ishte me të vërtet kënaqësi.
Faleminderit. Tani edhe desha të shtoj se ka reagime të shumta sigurisht, ashtë i vijojnë reagime nga partitë si në opozitare, Maqedone dhe